organizimi edhe homogenizimi i popullit shqiptar. Më ka bind mua dhe kam qenë plotësisht i bindun që ky popull nuk do të gjynëzohet, pavarësisht çfarë fuqie ushtarake do të jetë një shtet ose një vend. Sepse Dhe sot, po she? Dhe sot tash Në rrethonat e atij. Me lejo ta rekapituloj. Hajde rekapituloj se parafrasisht afër jemi. Në rrethonat e okupimit serb, figurat si Gjergj Kastrioti e shumë figura tjera që pas ti shënuan atë lloj trashëgimie të mirëmbajtjes frymëzimit, mbajtën të homogenizuar kombin shqiptar. Po, shumë në okupim. Dhe sot në liri, thu që Dhe sot në liri, po them, je marrë këtë sot. Po. Për me e paraqit gjendjen reale, të mirë, edhe pengesa që krijohen prej struktura udhëheqëse të shtetit që i kemi votuar ne vetë. Në ndikimin Në ndikimin e politikës. Ajo politikë tash në ndikimin e diplomacisë e politikanëve të huaj. Edhe çka është edhe më keq, këta asnjë udhëheq tash, nuk guxon ta thet vërtetën. S'pokun nëse pranon ti edhe ke presion prej shtetet e tjera për çështje ekonomike, politike, rrethona ose mbështetje, funi kryeministri, ministrat, presidenta më pak, ministrat e kulturës, të arsimit e krejt, duhet me thonë të vërtetën. Po këta është edhe më keq, që e mshehin të vërtetën. Nuk e thojnë të vërtetën, ndërsa bojnë presion indirekt, tinza dhe shantazhojnë njerëz të cilët punojnë dhe veprojnë. Nëse dënë me tregu edhe s'kem tregu kurrë, po tash veç është kriju pak një rrethon krejt tjetër. Kur kemi filluar ne, unë kur kam filluar, në vitin 1920, me një grup njerëzve të shokëve të vullnetar, me kriju shoqatën kufitar për me dalë, me manifestu. 2020 po thu. 2020 ka filluar organizimi. 1920 tha, prandaj ta 2020 e dyshim për herë të parë kemi dalë para Gjergj Kastrioti një 5-60 burra me flamura dhe kemi kënduar dhe manifestuar për herë të parë për Gjergj Kastriotin, që nuk është prit mirë nga opinioni veçanërisht nga liderët fetar dhe qendra e Vikut, ku edhe Naim Tërnava shkon dhe aq larg, thotë sa që gjithë ata të cilët nuk e pranojnë Islamin edhe sjellin Islam, mundi me shku në Beograd. Me kush mundë. Po çka për që e thet ai është tragjedi. Po për që bashkëpunon kryeministri, edhe takohet kryeministri, edhe mbështet kryeministri, edhe ndonë buxhet për mendime dhe lloje të tilla, për ne shoqatat e për mua kryesisht, është komplet e papranueshme. E thëm publikisht. Çdo ndarje buxhetit për çështje të ideologji fetare të shteteve të huaja, për me imponuar në Kosovë, ata janë kundërshtim me atë që e ka marrë votën, me atë që ka premtu, edhe me atë që ka thonë, edhe që është fol. Nuk po bëjnë trashëgimin e vërtet asaj historie të kombit shqiptar. Jo si s'po bëjnë, po pengojnë.